Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktor Ledian Fezollarin, mjek ortoped në Spitalin Universitar të Traumës dhe pedagog në Universitet Mjekësor Jo Publik. Përshëndetje doktor, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, kënaqësia është e ime. Në fakt, doktor, përkundrejt edhe raporteve tona personale, ju jeni mjek i admirueshëm për punën që bëni për një specialitet të vështirë siç është dhe ortopedia dhe sigurisht për përballimin e një sër rastesh, një sër traumash dhe një sër situatash që njerëzit përballen. Edhe në ato pyetjet e para që edhe ky emision e ka në traditë është si ka qenë ky rrugtim mjekësor juaj, si keni zgjedhur që të jeni doktor në jetën tuaj dhe pastaj pse ortoped në morinë e shumë specialiteteve që keni pas mundësi të zgjedhni dhe unë e di që sigurisht keni pas mundësi të zgjedhni. Me thënë drejtën, nuk është se unë vi nga një familje mjekësh që zova mjekësi, por kur marrëm gjimnazin, kur marrëm shkollën e mesme, ne kishim një sistem provimi që konkurroheshin disa degë dhe zgjidhje. Unë në atë kohë pa të konkurru 4 degë, inxhinier elektronik, mjekësi dhe juridik. Ndërkohë të 4 i fitova, por mendja më dha vazhdoj nga ana e mjekësisë, duke qenë se kam qenë edhe në olimpiadë biologjie dhe hyrë në mjekësi. Ndërsa në ortopedi ka qenë, unë me shaka i them kolegëve si nuse me shkesi them, sepse unë gjatë fakultetit mjekësisë nuk kam pas fare ndërmend në ortopedi. Isha qef kardiologji, neurologji, por në moment që marrë fakultetin, kam qenë pranë Spitalit Amerikan ke urgjenca, nuk po dija ku ta gjeja veten, dhe i kolegu im radiologë më thau Ledian, pa do të punosh në ortopedi, se kemi aty kolegë turq, edhe turqisht di. Edhe kështu hyra aty, ndërkohë që kishin filluar specializimin. Shkoj gati 4 vite, domethënë me status mjek i përgjithshëm duke punuar në ortopedi. Edhe gjatë asaj kohë dashurova dhe mu duk, si me thonë, jo normale të ndrosha degë sepse kisha investu gjatë 4 vjetë, dhe kështu hyra në ortopedi, zova specializimin në ortopedisë. Dhe si ka qenë rrugtimi, domethënë ortopedia është një fushë e ngarkuar, në fakt ka qenë një rrugtim që le të themi brenda pritshmërive të tua, brenda se është tjetër gjë të punosh në një spital jo publik si asistent apo si ortoped, por është tjetër gjë të punosh në një spital ku përballet me trauma. Është brenda atij koncepti që ti ke pasur për ortopedin? Normalisht ku kam punu në spital jo publik, ne aktivitetin kryesor e kishim në salla. Më pothuajse 35-40 operacione i bën në muaj dhe gjithë kohën në operacion, kartela, fletdalje. Kur fillum pastaj specializimin te Spitali Traumës, aty është një dinamik tjetër, ke urgjenca, fraktura, kavilje, kyç i dorës, pacient me hemoragji, si më thonë një trajekt totalisht tjetër që unë aty mund shifja një muaj një rast, si më thonë, ndërkohë aty na vinin 10 raste me frakturë radiusi. Kështu që gjatë asaj kohe u kompletuam dhe kjo pjesa e pritjes një pacienti me traumë. Kuptohet duke marr pjesë në operacione që kryesisht nuk u bonin në Spitalin Universitar Traumës. Kjo që i avantazh dhe i imi edhe me kolegë që punojnë aty që filluam avancuam edhe ne me teknikat e reja, pasi ato raste që ne i zgjidhim në Spitalin jo publik u bënin me ca metoda të vjetra në Spitalin Traumës. Që tash pothuajse është revolucionarizuar për pak vite, domethënë ka kalu edhe mjekët, biles mjekët e vjetër janë dashuruar me teknikat e reja, sepse janë teknika le të themi minivazive, më pak traumatike, më pak hemoragji për të smurin, rehabilitim më i shpejtë edhe ditëqendrim më të pak në spital. Absolutisht. Doktor, e mbani mend rastin tuaj të parë si primar në sallë për një situatë që keni pasur ku ju duhet të keni ju përgjegjësinë primare në raport me pacientin? E mbaj mend një rast, ka qenë një zonjë nga Tirana, 65 vjeç, me frakturë trokanterike. Unë në atë kohë isha në spital jo publik, nuk i kisha të kolegun italian që bashkëpunonim, isha vetë. Edhe
si primar, do në ajo përgjegjësia ndryshon totalisht, se kur je specializim, bën punë, ndoshta edhe shumë herë se sa je primar, por duke qenë se përgjegjësinë ligjore ka dikush tjetër, nuk je atë anën e stresit. E normalisht si primar ishte diçka edhe emocionuese, po edhe stresuese. Ndërkohë komunikimi, në mendimin tim, komunikimi me familjarët dhe pacientët është fundamental. Unë e shtrova, i thash që kjo frakturë do zgjidhet kështu, ka këto rrisje, këto komplikacione, nëse jeni dakord, do vazhdojmë më tej. Ato i pëlqeu ajo mënyra e komunikimit dhe pranuan. Edhe realizuam interventin, për fat shkoi perfekt, shkoi shumë mirë, edhe e kalu me sukses. Pastaj rasti i dytë, se është gjithmonë ligji i dyshit, ishte i vajzë që sa kisha ardhur nga Italia, ajo ishte student atje, ishte frakturë klavikle, po me zhvendosje dhe me vendosje mbi 2 cm. Ndërkohë unë e hospitalizoj, i them që kjo duhet të intervenuar dhe pranon vajza, studentja. Duke operuar tani, kuptohet klavikula është një region delikat, sepse poshtë klavikulës kalojnë plekset, arteret. Edhe kolegu, unë duke, pasi e kisha raponuar koskën, po vendosja, kisha vendos pllakën dhe po vendosja vida, kolegu anestezist edhe me shaka dhe për të futi çik stres mu, ndërkohë që përshposha me trapa nëse, edhe një si mobilier human, më tha, mos le t'jap pneumotoraks. Unë ngela kështu, shtanga fare, thash çfarë do bëjmë tani, se ishte do rasti i dytë dhe nuk është se edhe gjatë kohës specializimit, se klaviklën përgjithsisht ne e trajtojmë në mënyrë kirurgjikale, se shkoi mirë, po kjo ishte rasti ishte me mbivendosje. E thash, çfarë do bëj tani? Një situatë e vështirë. Ushtanga më thotë drejtën, pastaj tha, po vazhdo, le të se shaka po bëj, edhe ky ka qenë rasti i dytë, le të them. Pastaj rastet pastaj ka qenë rresht, le të themi. Po, doktor, nëse do duhet të veçoje një situatë ndryshe nga herët e tjera, një situatë më të komplikuar ku gjërat kanë dalë jashtë parashikimit tuaj primar, besoj përpara se të hysh në një sallë, ju bëri një parashikim, bëri një le të themi llogaritje të procesit, të masave që merren etj. Po ka gjithmonë dalje nga parashikimi, le të themi. A ka pasur një situatë ku keni pasur komplikacione përtej asaj që keni menduar? Po, ka qenë një rast, me thot drejtin, që akoma e kam në subkonsciencë, pavarësisht se ai pacienti u shëru. Ishte fëmijë 12 vjeç, normalisht ke fëmijët frakturat e femrit, trajtimit pak në Shqipëri, është trajtim kirurgjikal me pllakë dhe vida. Ne ke fëmijët nuk realizojmë shtift intramedular duke qenë se janë zonat e rritjes. Edhe normalisht dhe ne atë bëm. Ishte frakturë e hapur tipi 1, do kishte i plagë vogël. E levazhuam mirë, e fiksuam me plagë dhe vida. Ndërkohë, pas 6 muajsh, djali i thyet pllaka. Kuptohet, vin familjarët i irritum, si ka mundësi, o thy pllaka. Normalisht pllaka ka forcë që të mbaj koskën, por në moment që për 6 javë, 8 javë, koska nuk arrin të konsolidohet, pllaka bën luzin, lodhen, si më tha. Vjen moment që edhe implanti thyet. Për fat keq, nuk na kishin trajtuar ndonjëherë, domethënë biologjia ke fëmijë, sepse fëmijët kanë garantuar me shërimin. Ke të rritur mund ndodhi pseudartroza, mos ngjitje e koskës, mund ndodhi keq konsidim, por ke fëmijët ja ka garantuar Zoti në mënyrë perfekte, do ke fëmijët nuk kanë ka bëu vaki, ne kemi operuar biles edhe le të themi fëmijë me ngjyrë të keq ushqyere që është ngjit koska perfekt. Edhe me thot drejtën isha përballë një situate që nuk ishte ndodhur. Megjithatë, e morëm situatën në kontroll. E hoqëm pllakën, vendosëm pllakë më të qartë. Në rastet e thyrjes pllakës, kjo është ajo principi, vendosi pllakë më gjatë, vitat vendosen ka i teknik, vitat vendosen, si më thon, jo çdo vrim e pllakës duhet vendos me vita, vën më pak të rradha. E operojmë, çdo gjë mirë, por duke qenë se nuk kishte element shërimi, i morëm dhe transplant kockor nga fleta itiake, mbushëm, bëm një operacion shumë mirë, domethënë që si i pari, se dhe i pari perfekt shkoi grafikisht. Thamë që do e hedhi. Shikoj muajin e parë pa element kallësi, muajin e dytë pa element. Muajin e tretë
thyet pllaka prap. Thyet pllaka prap, kuptohet tash familjar të tonë Shqipëri ndodh kjo se jashtë shtetit nuk është se ka këso lloj fenomeni se ne lidhemi çik edhe emocionalisht. Nuk kemi për shkak si jashtë shtetit që firmos konsensus, është diçka që ndodh, s'ka asnjë probleme dhe hyn sallë për herë dy. Ndërkohë familjarët ishin edhe çik të mërzit, si më thonë. Ndërkohë u gjithë natën duke lexu se është rast tash që ti ke bollë transplant. Thyë dhe pllaka për herë dytë i përballi situate. Krejtësisht të re, krejtësisht pa ndodhur. Hy lexoj guideline gjithë natën pa gjumë, edhe kishte i guideline që ke fëmijë që janë mbi 60 kg, mjafton të jenë mbi 12 vjeç, edhe 12 vjeç e 2 muaj, 3 muaj, mund të vendosë shtiftin intramedullar. Edhe ka ato rreziqet e zonës rritjes, megjithatë ke indikacione, sepse ne të paktën ke spitalit Ramos 9-16 vjeç nuk ka bën një vakie, dhe 18 vjeç gjithmonë me debat ja vendosim ose vendosim. Edhe i thash familjarët, do të vendos shtiftin intramedullar. Kuptohet, familjarët ishte një moment që për herë tretë nuk është se doshin vazhdosh me te. E çum diku jashtë shtetit, pastaj u zgjidh me shtiftin intramedullar dhe fakisht koska u konsolidu. Ky ka qenë rasti, si më thonë, që nuk e kam mendu kur që një fëmijë mos ngjisi, sepse ne jam pas raste edhe me defekte madhore koskore, me plagë marrëzjarre dhe janë konsolidu ke fëmijët, sepse ka tjetër biologji i fëmijë. Sigurisht. Ky fëmijë kuptohet, ishte edhe obez, doli me probleme hormonale, çrregullim metabolike. Kjo ishte edhe mendoj edhe shkaku që nuk arriti të konsolidojë koska. Ky ka qenë rast, si më thonë, që unë kam dhënë shumë nga vetja ime, shumë përpjekje, shumë mund, shumë a shumë. Ndërkohë domthonjë që biologjia na tradhtoi, si më thonë. Pavarësisht se imazhet grafike para pas janë perfekt, ngaherë edhe puna që e realizon me perfeksion, shef që nuk është rezultati me të njëjtën drejtim. Doktor, ju përmendët si shembull krahasim dhe këtë pjesën e rasteve që kanë ardhur me plagosje me armëzjarri apo raste të ndryshme traumas që ju përballeni. Cili ka qenë rasti që ka qenë, le të themi, që ka lënë gjurmë tek ju kur ju keni qenë, le të themi, që keni pritur një rast të tillë, ndoshta një traumë të madhe, ndoshta një goditje me armëzjarri, diçka që ju ka lënë mbresa edhe emocionale, se mjeku e ka të pamundur për të shkputur emocionalisht, është shumë e vështirë sepse aq më tepër në realitetet të vogla siç është Shqipëria, ku domosdoshmërisht njerëzit gjejnë lidhje të kollaj, vendi është i vogël etj. Me thënë drejtën, gjenti rastet më problematike të paktën në eksperiencën time janë këto dëmtimet apo plagët me armëzjarri. Sepse këto, duke qenë se armëzjarri pret gjitha, pothuajse gjithë strukturat që penetron. Duke filluar nga lëkura, muskujt, ende gjakut, nervat, kockën. Edhe nuk të jep shumë kohë që ti të mendosh dhe të veprosh. Kështu që aty do t'i kesh skemat subkonsciencë. Ishte një ditë që ishim shërbim, fakt ishte ditë shumë e lodhshme. Edhe mund të kemi shtruar mbi 7 raste. Edhe thash ja hodhëm këtë roje kuptimin pa ne stres madh më tej. Në atë moment që ishte edhe vonë gati ora 12 e natës, thamë po ngjiten larg pavion, trim pak pushojmë atje. Ndërkohë vjen një makinë me shumë shpejtësi. Shumë shpejtësi se daje me nipin, që i shoqëronte një kalimtar që ishte fut makinë aty dhe çfarë shifsha aty në makinë ishte lumë me gjak. Daje kishte ndruar jetë gjatë rrugës. Nipi ndërkohë ishte 11 vjeç, e morën futëm sallën operatore. Ishte një gjendje shoku, patjetër, i zbehete kështu. Ai kishte plagë me armëzjarri në region femoral. Domethënë ishte pa puls, këmbë ishte boavitur, edematoze, deformim total. Konsult urgjente me angiologun. Vjen angiologu, hym sallë, e suportojmë në kirurgji invazare se ishte mbtullë arterien femorale dhe venën, suturohet arteria e vena, ndërkohë që reanimatorët e reanimoshin me gjak gjatë kohës që ne operoshëm. Pastaj u stabilizova frakturën e femrit dhe shkoi mirë, domethënë këmba le të themi shpëtoi sepse është ndryshe një dëmtim me thikë që dëmton enën e gjakut, e pret dhe e qep, nëse arma me zjarr krijon defekte, pra nuk është aq e lehtë.
Për fat keq më shpëtoi. Djali domethënë mas i muaj që na vjen vizitë ambulator, mos me pas asgjë. Që ka qenë rast që unë nuk e harroj, është një rast tash i freskët. Plak me armë zjarri, në region klavikular, në region skapule, në abdomen, në region femoral, në kërci. Të gjitha me armë zjarri? Me armë zjarri. Kjo e që një dëmtim me preshëri, me sa duket vetë pacienti nuk ishte targeti, po kishte qenë vendin kohën e gabuar. Edhe kuptohet, merren sallën operatore, hyn kirurgut e përgjithshëm që zgjidhin problemin e abdomenit, sepse kishte edhe likid dhe hemorragji në abdomen. Pastaj vazhdojmë në pjesën ortopedike. Dhe jo më larg se pacienti erdhi për kontroll. Arriti të shpëtojë? Arriti të shpëtojë dhe unë e shifsha në fytyrë, domethënë se nuk më duke besueshme me kaq, se me armë zjarri, domethënë me kaq pluma në gjithë trupin, me thot drejt nuk parë kam pa. Edhe me paterisa, buza gaz ai, domethënë, kur shoh ty, më duket si mrekulli, se nuk para ndodh domethënë me kaq pluma me u dëmtuar robi dhe me hec me u kthy normalitet, sepse mund dëmtohesh edhe rri paralizuar shtat, por ajo është shumë mirë, si më thash, mund t'i do dhe një muaj me heq pateriza dhe është një person normal. Po mirë, po në një rast ku gjërat nuk kanë shkuar siç duhet, domethënë në karrierën e një mjeku kirurg mendoj që këto janë raste që lënë edhe gjurmë të trishtueshme, ku sidomos tek ju ku sigurisht traumat janë të mëdha, siç ju sapo tregoni një rast që ka shkuar mirë. A ka pas një moment që të dashur të ngresh duart dhe të thuash nuk mund të shkoj dot përpara? Tash Genti, ne kemi një parim në urgjencë, si më thonë, kemi principin e le themi konservativ që të ruajmë maksimumin e ekstremitetit apo gjymtyrës të pacientit. Sepse mund vi një dëmtim, një krash masiv, dhe shkollojmë i thonë familjarëve nga ana jonë që këmbë duhet prej, dora duhet prej. I ja thunë edhe çfarë do vendosin ato, sepse nëse sa realizohet amputacioni, do vdesi smuri nga hemorragjia apo nga shoku septik pas disa ditëve. Në vi një rast ishte nga Fieri, dëmtim me frezë bujësore. Frezët bujësore janë me helika, si ato helikat e motorëve të skafit. Edhe faktikisht kishte një plagë në region të kërcirit, në region e pulpës. Kishte një plagë e madhe. Edhe frakturë të kërcirit, tibjes me fibulës. Në pamje të parë nuk dukej në dëmtim madhor, se fraktura do të thonë ato fraktura i kemi të përtishme, nuk është në ashtu. Ndërkohë ajo që na bënte përshtypje ishte dhëllimi i madh e anësisë, nuk për te normës, sepse ne duke qenë se shohim këto trauma për ditë, e kuptojmë pak a shumë atë margjin e sa mund t'japi dhëllimi. Pacienti gjithkohë nuk zente vend, përveç dhëllimive ishte edhe shumë i zbehtë. E ekzaminojmë mirë, shikojmë që pulsi ishte i paprekshëm. Informojmë dhe lajmërojmë mjekun kirurgun vazal, realizojmë angioskane me kontrast, shive që kishte dëmtim të plot në arterien poplitare, që lart nuk kishte plagë, nuk kishte element domethënë që ne dyshoshim për një dëmtim. Por ndaj e theksova me frezë bujësore, sepse ajo vërtet ka kriju plagën në pulp, por i ka dhënë dhe goditje një nivel më lartë. Si që dimi në gjakut, jo domosdoshmërisht do të prejnë në thikë, dëmtohet nga armë zjarri, po edhe një goditje, koagulohet dhe dëmtohet. Nëse si përfundim një hymë sallë, bashkë me kirurgun fazal, hiqet trombi, kanalizohet anësia, ndërkohë ne vendosim një fiksues të jashtëm, se ke frakturat e hapura, fiksatori ekstern është trajtimi, le themi, i urgjencës. Pasi që të situata plaga, pas të kalojmë në sintezë definitive. Si trajtim shkoj perfekt. Do u trajtu në kohë rekord, vaza u rikanalizu, kocka u fiksua, mirë për duke qenë se dëmtimi ka qenë më kompleks, do dhe dëmtimi neurologjik, kjo këmbë, do dhe në ditët më tej, u bo si këmbë neurologjike, si më dhënë pa ndjeshmëri, pa sensibilitet, si më dhënë pa lëvizje motore, edhe kuptohet në një anësi që nuk ka funksion neurologjik, faktikisht mundësia e infeksionit, gjithë komplikacione shumë të larta.
pacienti plagën që kishte nuk arriti të mbyllej, vazhdimisht i rrjedhej. Kalu me një teknikë moderne që është me vakum negativ, është një pajisje që vendoset një sugjer dhe krijon tërësi negative. Ajo krijon një granulacioni, them që ja holli. Pastaj më tej kocka, kaloi muaj parë, muaj dytë, muaj tretë, nuk kishte element kallësit. Si më thon, pacienti gjithmonë e përëndoi. Pasi një këmbë e tillë që nuk arrit shërohet, gjithë ato toksina, gjithë ato helme përhapen në organizëm. Krijon gjendje septike, krijon gjendje domethënë që mund t'i marrë edhe jetën smoj. Edhe pacienti ishte nga ato pacientë që ne bëm maksimumin, filloi gjendja të rëndoj. Filloi të bë nga pesha, temperaturë subfebrile. U detyrojmë pastaj thirrën familjarët, thamë me gjithë dëshirën tonë që ne kur erdhi bëm maksimumin, u hap vaza, fiksum kockën. Ka ardhur momenti që më thot drejtën, mund ta kishim bën në fillim, por ne gjithmonë thamë t'i shpëtojmë këmbën. Nuk më amputu. Kuptoj, nuk është se kishte zgjidhje tjetër. Dhe prerja e këmbës është, besoj, vendim shumë i vështirë, shumë traumatik. Shumë i vështirë dhe shumë i papranueshëm, se donë pacientit çdo lloj gjoje mund t'i thush, po t'i thush do të pres këmbën, ai thotë më mirë të humbi jetën se sa të presësh këmbën. Por dhe pacienti faktikisht mas ti kalvarit gjatë trajtimesh që i realizuam ne, e pranoi, nuk është se kishte zgjidhje, ishte i dorëzuar. I realizuam amputacionin dhe gjendja u përmirësua shumë shpejt, sepse gjithë ato toksina e lëshin pacientin mos merrte veten. E mori veten shumë shpejt dhe për 6 muaj u bë pastaj kandidat me i vendosin protezë jashtme. Ky ka qenë rasti që ne domethënë ne mund t'i kishim marrë dhe shkurt që në fillim. E shifrim që është dëmtim, sepse ky është dëmtim që bën pjesë dhe elementi i krashit. Pra, një anësi e krashume është shumë herë më e keq se një anësi me frakturë thjesht, sepse aty është dëmtuar struktura neurovaskulare, muskujt janë devitalizuar, domethënë kocka në gjykimin tim është gjëja e fundit aty ke ai pacienti. Doktor, desha të të pyes sa vite u bëm në tërësi që ju shërbeni në nivel ortopedie, pra që nga fillimet tuaja deri më sot, sa vite kemi në tërësi? 14 vjet. 14 vjet. 2012 nga filluar në ortopedi, 2006, 14 vjet. Në 14 vite, sigurisht shërbime 24 orëshe ka pasur sa të duhesh. Dhe në shërbimet 24 orëshe, kur ka qenë ai rast, ajo ditë, ku e mbani mend si ditën që do duhet që ndronit dil nga salla, hyrë në sallë gjithë ditën. Pra një numër rastesh nga operatore, apo raste që rasti sill rasti ndonjëherë dhe se ju e dini shumë mirë që në spital mjekët ndajnë edhe me pak fat. Domethënë mjekët që kanë rojet e vështira dhe mjekët që kanë rojet më pak të vështira. A mund të kujtosh se cila ka qenë ajo dita më e vështirë? Drejtë ka qenë një ditë më shumë, jo që e mbaj mend unë që u jam lodh, por ishte një mjeke që ka qenë në strukturë publike dhe kishte filluar shërbimet e roje aty ke spitali Tramës, ke urgjenca. Dhe atë ditë isha dhe unë në roje. Dhe atë ditë ka qenë ditë urgjencash. Frakturat hapa, plak me armë zjarri, ne gjithë kohë, domethënë, operon njëri vite tjetër. Edhe kanë qenë dhe 2 aksidente me energji të madhe, besoj në zonën e Laçit, ku 2 pacientë erdhën në gjendje shoku traumatik hemorragjik dhe brenda 2 orë pavarësisht reanimimit, ndihmës super shpejt që u dha, ato bën exitus. Edhe të nesër kur do leja shërbimin, doktoresha më thotë, Ledian, i shas mbi roje më me ju, tha se ju qekët pas të këntërës. Edhe nuk e harroj se ajo ishte shërbimi i parë dhe erdhi domethënë u traumatizoi le të them më shumë se nga rastet e pafundme. Po praktikisht jo për t'i bërë qefin vetes apo kolegëve, me thotë drejtë spitalit Tramës ka shumë ngarkesë. Ngarkesa të mëshme. Para ca vitesh unë nuk e maj mend, po tash domethënë ne jemi 2 mjek primarë që rrim shërbim, 4 specializat, domethënë 6 mjek në laminë ortopedisë, edhe prapë me zia dalim, si më thonë. Aq ngarkesë në edhe ka, sepse duke qenë se struktura publike, po thuaj se gjithë aksidentet është si ajo gjitha drejtimet që tek gjithë drejtimet e traumës që ke spitali Tramës, kush do qoftë, si më thonë. Është tamam si lloj hinge ku gjithë Shqipëria vjen aty, kështu që është pa diskutuar. Doktor, në gjithë ngarkesë që keni hasur në gjithë këto vite, 14 vjet, a ka pas një moment kur
keni pas një ngarkesë emocionale për shumë arsye, ambienti, ngarkesa, vështirësia e një rasti të kaluar ose një pacient që mund të bërë exitus, edhe që keni thënë do bëj një hap pas, do bëj një tërheqje pas nga jeta ime profesionale. Në thënë drejtën Genti, unë në natyrë jam i qik tip që kam qef adrenalinë. Edhe në i ditë apo në i javë që bi pak qetësi, nuk jam mirë, si me thonë. Edhe bashortë jam thotë ti si e mësu me një të rahatë, edhe mas 2 ditë pastaj shpërthen traumat, edhe me zi e shty jamën pastaj me maq trauma. Kështu që rastet, po thuaj se gjitha rastet që ne operojmë, komponenti emocional është i pashmarrë. Pavarësisht se ne tregojmë atë natyrën e ftohtë përballë familjarëve kështu, megjithatë pavarësisht se ne realizojmë pothuajse për ditë intervente të ngjashme si diagnozë, por nuk janë të njëjta duke qenë se pacientët janë ndryshëm. Mund të jetë një pacient i shnetshëm ka kozën shumë të mirë, një pacient i vjetër apo një pacient moshë mesatar, po me patologji reumatizmale që ka kozën të mëshirë osteoporotike, edhe shikojmë element adrenaline gjithmonë, pavarësisht se me atë gjë jemi mësuar, ta zëm çdo ditë sill diçka tjetër. Proteza vjen pothuajse çdo ditë. Ama nuk janë ngjashme rasti, si më thonë. Pavarësisht se teknika është e njëjtë, proteza që do vënë mosh është e njëjtë, por pacienti është i ndryshëm. Kështu që edhe kjo na bën atë gjithmonë me qenë të kujdesshëm dhe asnjëherë si më thonë që hajde mos se këtë raste këto bëjmë për ditë, nuk i kemi problem. Edhe asnjëherë do nuk i japim vetes të lloj mundësie me kalu në eufori. Gjithmonë deri në fund puna siç është për të bërë. Edhe pastaj kuptohet suksesi mbasi punë të mirë, domethënë ta sjell Zoti, si u thon. Doktora, besoni në Zot? Po. Dhe a ka ndonjë moment kur hyni në sallë dhe le të themi drejtoheni familjarit të pacientit që shiko ky rast është në këtë mënyrë tani është në dorë të Zotit. Për ta konkretizuar edhe pak më tepër, ka raste ku ju sigurisht si kirurg keni parë që edhe pse gjasat janë shumë negative, pacienti bën në mënyrë të mrekullueshme një rekurs shumë pozitiv dhe anasjellta. Dhe në tilla raste i drejtoheni një fuqie tjetër duke i thënë edhe familjarit që është në dorë të Zotit apo i atriboni vetes tuaj këtë gjë. Përgjithsisht gjithmonë para se do hyjmë në sallë, ne vizitojmë pacientin. E themi tash po vjen momenti që do hyjmë në sallë për t'i dhënë pak edhe suport psikologjik aty në prezencë familjarëve. Njëherë pacienti ose familjar se varet nga niveli apo gjendja e besimit, thonë doktor në duart tuaja. I them dorë të Zotit, pastaj jemi ne, edhe kam si parim, si më thon, pra, por Zoti po ka bë Zoti me të shku mirë do shkoj mirë. Edhe un pacienti që i shoh me energji pozitive, shoh që edhe dekursin pas operacionit i shko shumë mirë. Pacienti që tentojnë me gjendë element negativ në komplikacion e gjo, realisht shoh që edhe mund t'i ndohet, sikur e ndjedh kjo. Por në mënyrë absolute nuk është se atribojmë vetes për shkakun për çfarë do të suksesi. Ajo që mund t'i atribojmë vetes është që si më thonë nuk rrim plagështi, pra për çdo teknike shikojmë bëjmë maksimumin, por jo shpesh jo rrallë ndoqëm sa në Zot them Zot na nderoj, Zot mos na turpro, Zot na ndihmon sepse ka element sa në klasën e hemorragji, bosh në frakturë për te asaj që ti e pret edhe gjithmonë ke të papritme. Edhe ke edhe atë komponentin e frikës, le të themi, se nëse ti ke thonë familjarë që do shkoj mirë, do shkoj shumë mirë, do shkoj perfekt, edhe ndodhi komplikacion që pacienti kur e merr veten, është stres shumë i madh. Andaj mundohemi me qenë kujdesshëm në këtë aspekt. Le të kalojmë në një sferë tjetër absolutisht të rëndësishme. Doktor, çfarë të trishton më shumë ti në shoqërinë tonë? Te vlerat njerëzore, tek njerëzit që na rrethojnë, tek gjërat që ndonjëherë nuk janë sjelljet e duhura të tyre në raport me ne, mospinjoja, lënia mjan, mos respekti etj. Çfarë të trishton më shumë ti në raport me vlerat njerëzore? Gjithë ai që nuk kuptoj, pavarësisht se ne jetojmë në Shqipëri, më duket sikur janë dy botë ndryshme. Normalisht ne në përditshmërinë tonë, po thjesht në gjithë rastet që zgjidhim,
marrim shumë përgëzime, shumë urime, shumë dua, shumë lutje nga pacientët dhe nga familjarët. Edhe kjo është ajo bota spitalore. Ndërkohë kur shef në rrjetet sociale, për shembull, që flitet për një problem mjekësor, për një gjë, ka një mdhef, ka një urrëti, ka një gjë, domethënë që unë nuk arrit ta kuptoj, se unë po flas për veten time, si Lidian. Unë dal në orën 6:30 nga shtëpia, edhe kur shkoj në 7-8 darkës në shtëpi, ka shumë telefonata, shumë mesazhe që nuk jam arrit gjatë ditës të përgjigjim, dhe filloj dhe je orë 2 në shtëpi që i kthej përgjigje njerëzve mos me hyn hak, që normalisht në botë nuk ekzistoi gjë të tillë. Në orën 4 e mbaron punën dhe fike telefoni. Absolut. Pra kaloj dhe si call center ndërkohë në respekt të atyre që kanë shkruar, por jashtë sferës profesionale. Duke hyn hak dhe familjes dhe fëmijëve, domethënë për këtë gjë, dhe kur shef pastaj në rrjetet sociale, jo për mua si Lidian, por për mjekësinë humane, sepse dakord, ne nuk po flasim që këtu është mjekësi si në Amerikë apo si në Gjermani. Amo nga ana profesionale nuk është se kemi ne dallim më, sepse ne i shohim edhe raste në Kanadë. Kam parë raste nga Britania, kam parë raste nga Italia, domethënë që nuk e di kush e ka operuar. Thot drejt. Piles dyshoja ka qenë ortopeda çka ka qenë. Por mendoj që mund ta kemi edhe ngellë si shoqëri këtë mosmirnjohje, sepse mosmirnjohja është element shumë negativ që robi domethënë i mungon elementi bazë në jetë se theri, sepse kur robi shef diçka që merr ndihmë, merr suport, merr ashtu, faleminderit është si më thon, të vjen natyrshëm, të shfrysh të bësh ashtu, nuk e di, do të them një rast të kundërtën e kësaj, për të treguar që ka edhe njerëz të tillë që normalisht lënë dhe mbreza. Pa të pështruar një rast si person lavazhier. Kishte sjell ambulancë, ishte rrezu, dhe frakturë të femrit proksimal. Po kuptohet të frakturët e femrit ne gjithmonë para se të operojmë na kërkohet të kemi në dispozicion gjak, sepse janë fraktura që bëjnë hemorragji. Ai s'kishte si familjari, tha po na duhet gjak, ku ta gjejmë, si ta gjejmë? Si përfundim janë rregulluar me një kërkesë në drejtori, ne i siguroi të drejtoria në nevojën e bankës gjak. Edhe me pak suport apo përpjekje duke i moshë dhe me në anestezisë se kush do firmon se kartel. Arritëm të operojmë ditën e prende. Ka qenë ditë e prende. Shumë mirë. Tash familjar në rrjetet sociale kërkosh djalin, nuk po i gjejmë djalin. Edhe në rrjetet sociale ishte marrë vesh që ora djali është në spitalin e traumës në Peru. Edhe vjet thënën ishte mama veti i zojën e fisme, i zojën e vjetër. Tu për qafu, tu më postu ashtu, sepse pra nuk e kanë atë që punojnë njerëzit dhe nuk është për shembull se kanë shumë paragjykime, kupton? Ja, erdhi një pacient sot për nesër operu, ja siguron dhe gjakun u operu. Kështu kemë operu pacient nga psikiatria Vlorës, nga psikiatria Elbasanit. Pasi edhe njeriu sepse ato dhe njerëz e vet nuk i duani apo ndonjë dhe kështu kemi siguruar nëmjet elementeve sociale, kemi gjetë gjakun e operu. Po, ky është edhe thelbi i këtij emisioni. Në parim thelbi është për t'i treguar të gjithë atyre që na ndjekin se ky sistem është i ndërtuar nga njerëz me vlera, njerëz të cilët punojnë fort, bëjnë më të mirën për të dhënë më të mirën brenda gjithë mundësive që kanë, sepse mundësitë to janë të dukshme. Dhe brenda kësaj gjë nuk mundet që të jetë balë mbi njerëz dhe mbi mjek profesionistë që japin më të mirën, hyn hak dhe familjes në nivel të kohës për të dhënë më të mirën në raport me punën që kanë me pacientin, kështu që kjo është arsyeja që ju bëhet mirë që e përmendet, por që ne e përmendim shpeshherë për t'i dhënë mesazhe të ndryshme shoqërisë. Doktor, po në raport me le të themi familjen tuaj, ju e përmendet deri diku që i hynin hak me kohën, në shkoni vonë, koha e fëmijëve dhe familjes është e kufizuar. Arrin do të bësh një ekuilibrim të kohës, ekuilibrim të asaj që i takon fëmijëve dhe asaj që i takon Lidianit si Lidian dhe asaj që i takon pacientit? Me thënë drejtën, Kenti, unë më dohem që pak në kohë që ngjet për të spitalit të angazhohem me familjen, por duke që se mbuloj on-call si më thonë spital,
Jo publik, ndodhe shpesh më thotë goca, për çdo të nuk ka doktor tjetër në spital. Kjo është ajo që mbret, si më thonë, nuk është se puna jonë, si më thonë, nuk është që gjithkohë ne operojmë gjithashtu, ka momente, patjetër, paktën ditë e dielë ndaj për familjen, por unë jam i bindur se vajza jote dhe fëmijët e tu, kur të rriten, do ta kuptojnë që ka një bab që i gjendet gjithve dhe që njerëzit e duan dhe vlerësojnë për atë punë të madhe që bën, për njerëzillëkun që ti e ke pasur që ditën e parë që unë kam njohur si student dhe sot që je një profesionist i mirë, por në këtë botë çdo njeri, ju dini shumë mirë, është deri diku misionar. Edhe secili brez ka misionin e vet. Misioni është raport me Zotin për atë gjë që ne kemi marrë si detyrë për ta çuar përpara. Edhe kjo gjë edhe me kosto, kjo gjë edhe me dhimbje. A do arrim të mirë kuptohemi siç duhet nga familjarët tanë, kjo është një gjë që e shpresojmë që të ndodhi, por nga ana tjetër ne e dimë që kontributi me shpëtimin e një jete është si të shpëtosh gjithë njerëzimin. Kështu që ti doktor e di shumë mirë se çfarë vlere ke dhe çfarë punë mbarte dhe çfarë vështirësie sot çon përpara. Tani kjo është fëmia, si më thonë, nuk i kupton sakrificën që bë babai. Fëmia don kohën e vet, si më thonë. Dhe kjo është ajo që më thot drejtë nga herë të prek. Edhe vjen moment që thuar po punojmë kaq shumë, po pacientit për i thamë atë mos mirë joje. Janë mirë njohës sepse zgjidhin hadhin, por realisht po ndodhi diçka të kthehen si herën, të kthehen si armiq. Ne kemi pa edhe këtë anën tjetër. Që nga herë unë mendoj të pak mesazhi për veten time dhe për kolegat. Koha e familjes, si më thonë, është e shenjtë, duhet me nda, pavarësisht se sa ngarkesë kemi, sepse nuk e merr dot më mbrapsht. Dhe nuk i di me çfarë shikojmë, me çfarë sinqem. Pra nuk e dim kur e kemi atë sahatin, le të them, thot pofi. Kështu që gjithmonë duhet me dhënë maksimum edhe nga ana familjare. Pavarësisht se ne domethënë jemi të fokusuar pacienti spitali, megjithatë nga herë edhe duhet me bë skip disa gjëra. Që ne për momentin nuk i bëjmë, por do vi momenti që duhet me bë. Duhet të bërë. Doktor, po në raport me prindrit tuaj, çdo njeriu jam i bindur që ka një këshill nga nëna ose babai që e bashkëshoqëron gjatë jetës. Ne mjekët e kemi akoma edhe më shumë se megjithatë ajo nxitja e vazhdueshme edhe në raport me pacientin. Po, cila është ajo këshill që juve ju bashkëshoqëron në jetën tuaj, në punën tuaj, kudo? Këshilla e mamit, le të themi, që është e vazhdueshme dhe e shpeshtë, është gjithmonë këshill në formë lutje, që Zoti dhon shënim, Zoti të ruajë familjen, vajzat, nusën, edhe kjo këshill sa herë që flas me mamin, sa herë që më përsërit, si më thonë, sikur më jep energji, si më thonë. Kjo është ajo këshilla e vazhdueshme, po edhe babi, se kuptohet, baballarët janë çik më të ftohtë në emocion. Edhe babi interferohet në mënyra ndryshme që kur je shërbim, lodhe, sa operacione bore, për shpërndaj çik edhe atë ngarkesën, se kuptohet puna jonë nuk është problemi me realizu një intervent 1 orë, 2 orë, po është edhe ajo lodhje emocionale, është ajo stresi për ta çuar pacientin derisa të operohet, sepse ajo është lodhje më e madhe. Pa diskutim, përgatitja është më e rëndësishme se procesi. Kuptohet, po me zor nuk e kemi zgjedhur, si më thonë, vetë kemi zgjedhur dhe duhet me vazhdu këtë gjë. Doktor, a ka diçka që të tremb? A ka diçka në jetë që të tremb kur e mendon? Të tremb në çfarë aspekt? Po, për shembull, për ta konkretizuar, ka shumë njerëz që i tremb dita e fundit e jetës. Ose vdekja. A ka diçka që juve ju tremb kur e mendoni për shembull vdekja, të tremb si proces? Tani, ajo është diçka që ne nuk i shpëtojmë dot. Ajo që më tremb është më shumë elementi që sa të përgatit jemi për këtë moment, sepse vjen pak disa muajsh këngëtari
pat kasapi ndroi jetë në mënyrë të habitshme, domethënë. Pra edhe njerëz të tjerë, po sportistë kështu që i njohim, njerëz publik, vdekja si proces nuk më trem, sepse ne shikoj vdekjen si një, le të themi, fundi i këtij provimi, fundi i kësaj sprove, dhe mas asaj fillon diçka tjetër. Por se sa të përgatitur jemi për këtë moment, kjo më trem. Sepse duke qenë se jemi të angazhuar gjithkohë në ngarkesë, në luftë, në lëvizje, por ajo elementi tjetër që më qetëson, duke qenë se sa herë që operojmë në babaj apo familjarët, na urojnë, na bëjnë orata, ato bëjnë orata, unë me vete them amin, amin, amin. Kjo më qetëson, se praktikisht mirësia nuk është për shembull të bësh vetëm bamirësi nga ana monetare. Mirësia edhe të lehtësosh tjetrit vujtën, sepse pacient që ka thyer kremën nuk ecën dot, është barr për familje, është barr për fëmijët, për bashkëshortën, sepse nuk punon, nuk lëviz. Në moment që ti operon, ai për 2 javë çon këmbë ecën, për 2-3 muaj fillon punën. Normalisht jepi satisfaksion, jepi kënaqësi, pavarësisht se ne i kemi rutinë përditshme, shohim grafinin, themi shumë mirë, vazhdo, por kur e mendon domethënë ti jepi kënaqësi të veçantë. Doktor, cili është qëllimi që i keni vendosur vetes tuaj? Qëllimi në nivel raport me profesionin dhe raport me jetën tuaj, pa diskutim. A ka një qëllim primar ditën që ju keni nisur punën, që ja keni vendosur vetes tuaj, sigurisht që qëllimet tona janë të ndryshme në periudha të ndryshme, por a ka një gjë që është persistente në kokën tuaj? Unë kam një princip që ecim mbi bazën e një termi që ne i themi ihsan. Ihsan do thotë që njeriu në ndërgjegje të punojë dhe veprojë gjithkohon duke di që është në mbikëqyrjen e Zotit, dhe duke qenë se jam me këtë lloj ndjenje, si më thonë jam shumë i qetë me punën që bëj. Si më thonë çdo gjë, jo vetëm nga ana kirurgjikale apo nga ana e mjekësisë, po edhe raportet me shoqërinë, me familjen, me parafisin, me çdo, duke qenë se kam këtë lloj ndjenje, si më thonë nuk kam në pishmangllëk apo në element, si më thonë, që nuk e bëj siç duhet, sepse kjo ndjenja ta mban ndërgjegjen, si më thonë, në linjë. Në moment që nuk e ke këtë ndjenjë, pastaj mund të kapi ajo, euforia, mund të kapi, kupton? Unë praktikisht me kaq vite sa kam në ortopedi, nuk kam një target, si më thonë, që po thuj se gjithë targetet në ortopedi, përveç disa elemente që na ngel mbaçin, i kemi realizuar dhe i realizojmë. Kena po për pak vite që njerëzit mund të ndesh shumë vite, kupton? Edhe kur më thot një kolegë, pse s'vjen në Gjermani, po çfarë të vi në Gjermani, këtu i realizojmë intervente, po çfarë të vi atje? Ne i realizojmë do kirurgji protezike, kirurgji artroskopike, menisje, ligamente, trauma, nga më të ndryshme, thonë, i realizojmë që falë Zotit e kemi arrit këtë gjë, si më thonë. Pra, që shumë njerëz mund ta kenë maj, mund ta kenë target, ne e kemi arrit. E që e fati që jemi gjendë kohë në dur me njerëz në dur dhe kemi avancuar në mënyrë të tillë. Por gjithmonë unë me këtë ndjenjë eci, si më thonë. Po në momenti që do jetë dita e fundit profesionale, le të themi, dita kur mjeku asnjëherë se përfundon, po le të themi përfundon raportin tënd në shërbim të pacientëve. Si do doje që të mbahesh emot nga njerëzit? Me thot drejtën nuk e di ma do na vija ajo ditë, apo do ikim më shpejt se sa është do vija ditë. Unë me shaka, goca e vogël është 2 vjeç, edhe me kalkulimi them nusës kur të dal pension, goca sa ka marrë në fakultet. Thot nusja e ses, thot se ti nuk i di kur del pension me këtë tip që ke. Megjithatë, rrethi shoqëror, edhe shoqëria që ne kemi, kuptohet janë element shumë të rëndësishëm se ne operojmë familjar të rrethit shoqëror. Për ti, pacientët që vijnë nga urgjenca që nuk i njohim vijnë aty, po rrethi shoqëror pjesë mirë të operacioneve ortopedike, nga këto njerëz që i njohim, nga shoqëria vijnë, si më thonë. Kemi kënaqësi edhe kur i takojmë rrugës, se kudo që i takojmë, i kena operuar dikë, është shumë mirë. Domethënë dhe e shikoj edhe në shikim, edhe në komunikim, domethënë që kanë një respekt, kanë një tjetër komunikim ndryshe me ne që jemi si mjek,
ndryshme person i kategorie tjetër, inxhinier apo dëgjon, sepse duke qenë se përballemi me elementin smundje apo patologji apo traumë, gjithmonë në moment që ti je elementi që të ka bërë Zoti sebeb që t'ja lehtësosh apo ta kthesh prapë aty ku ishte, kjo me ka dhe feedback-un, si më thonë. Doktor, unë të falenderoj. Në fakt, përpara se sa ta përmbyllim këtë podcast, do doja edhe një mesazh tuaj të fundit, një mesazh drejtuar të rinjve, të cilët do duhet të kuptojnë edhe nëpërmjet këtij emisioni që rrugtimi drejt suksesit arrihet shumë mirë me punë dhe arrihet shumë mirë me përkushtim. Cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar të rinjve në tërësi në Shqipëri? Mesazhi im është profesionalizmi, puna, përkushtimi, serioziteti dhe ndërgjegjja, si më thonë që ti ta bësh këtë gjë, ta bësh jo që shikon dikush apo ke i drejtori, shef apo ke, po ta bësh se kështu duhet bë. Kjo është çelësi. Pastaj elementet e tjerë, dikush mund të bëhet shumë i suksesshëm, dikush pak rëndësi kanë tek ai individ në gjykimin tim, por realizimi i diçkaje, por dikush mund të jetë bojaxhi. Ama atë le të themi lyrjen do ta bëj perfekt. Dikush mund të jetë inxhinier ndërtimi, atë projektin apo mënyrën inxhinierie si do të bëj ndërtesë ta bëj perfekt. Pra këtë do të kemi ne në gen, si më thonë. Unë kam vllajën në Gjermani që ka mbi 10 vjetë që qëndron atje dhe e ngjoj me shumë mahnitje kur flet për gjermanët, sepse ato dalin nga shtëpia me idenë jo se do ikë do punoj, po do ikë të bëj diçka sot, si më thonë, pra për shtetin, për shoqërinë, pra me këtë lloj ndjenje dhe ai është një nga shtetet më të fuqishme që ka BE-ja. Dhe ne për fat keq në shoqëri na mungon kjo lloj serioziteti. Domthonë vjen shumë keq kur shef të ri paraditën nëpër kafe, nuk bën vakit shikosh në Gjermani në tin kafe në poshtë paradite. Dhe ne ke kafenet plot, a thosh kush punon. Dhe në këto kushte normalisht mërzidesh. Këto kushte mërzidesh si do eci vendin nëse ne na mungon kjo përkushtim, ky profesionalizëm, ky seriozitet. Thonë me shtypje nuk kemi për të arritur gjëkundi. Nëse këto element janë, unë personalisht që kur kam qenë student mjekësie, aq edhe mbaron fakultetin e mjekësisë, më thotë shoku i danit bi kafe, se unë jam pak natyrë me ulçeragjen kështu, më don stomak edhe nuk para pi kafe. Më thotë hajde pimi kafe, ke kafja e fakultetit, unë nuk i disha emrin, do 6 vjet aty unë si e disha emrin, thash kuj po aty poshtë fakultetit thonë, si qenë në kafe. Thonë, jo më qenë kaq ekstremist saç kam qenë unë le të themi fakultet. Amo serioziteti duhet, sepse e kanë shumë prindit me studiu, duhet me dhënë hakun. Duhet me studiu, po themi të marrin gjithë dhjeta, nuk po themi të dalin gjithë me nota. Por përkushtimi duhet me qenë, sepse ajo është pastaj në varësi të nivelit, në varësi të kategorisë, nuk ka të bëjë. Donë e përkushtimi por të arrit më të mirë në asaj gjëje që bën, duhet me qenë synimi i çdo kujt. Nëse kjo arrihet, unë mendoj që ne s'do kemi probleme në Shqipëri. Por duke qenë se gjithë njerëzit e shohin hallin si apo probleme si jetim, jo për ta zgjidhur ato, ta zgjidhin ai tjetër, s'pun ka mund ta vazhdoj tjetër. Fiqja vetë. Kjo është problem, pastaj problem që për fat keq e ka kap shoqërinë tonë. Doktor, unë falenderoj shumë. Falenderoj për bisedën e këndshme, falenderoj për mesazhet dhe uroj dhe shpresoj që ta kesh shijuar podcast me doktorin. Faleminderit. Duke ju falenderuar gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.